janë bërë pjesë e domosdoshme e rrugtimit tonë në strukturat euroatlantike. Që vina qojnë zgjeve tjera? Na qojnë nga një krizë në krizë tjetër, më thonë dëshmojmë klasa politike dëshmon që nuk është e aftë për me zgjedh kriza, por është nuk është e interesuar për me zgjedhjet e krizave, por është e interesuar për të quar vendin nga një krizë në krizë tjetër, nuk është që qajnë kokën shumë për vendin, por janë më tepër të interesuar për një grusht vota, për një numër më shumë ose më pak të deputetëve për njërin përkatësisht subjektin tjetër, e kjo në instancë e fundit është e dëmshme për vendin, sepse tashmë ka kohë që ne flasim vetëm për kriza, ka kohë që ne diskutojmë për këto modalitete, ndërkohë kemi, si që thash, numër të madh institucioneve vitale të shtetit pa funksionim, kemi po ashtu, domethënë unë e kam quajtur edhe një shkrim shtet me UD, domethënë pe pozitës presidentit, pastaj edhe një varg pozitash jashtëzakonisht të rëndësishme me ushtrues detyre, e kjo është absolutisht e dëmshme për vendin, kjo është absolutisht shqetësuese në instancën e fundit për nivelin e demokracisë në cilën ne po jetojmë. E qartë, zotëri Shala, për të vazhduar